shfaqim një situatë sikur këtu ka një demokraci funksionale në parlament, opozita ka ardhur, gjithë jemi dakord, kur ndërkohë ai proces verbal që ju doni t'i hidhni për votim dhe që po e përmendni, nuk reflekton as pak situatën e ndodhur javën e kaluar në këtë seancë. Ju vetë personalisht mund t'i ktheheni edhe pamjeve nëse dëshironi, në momentin që anoncuat 5 minuta pushim në seancën e kaluar, i njoftuat zyrtarisht kësaj salle se kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike do të merrte fjalën menjëherë sapo të riniste seanca. Në shkelje të vetë premtimit që dhat 5 minuta para atij pushimi, ju në vend që t'i jepnit fjalën opozitës dhe kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, i dhat fjalën kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ajo që ka ndodhur javën e shkuar në këtë seancë është e paprecedent. Që të kaloj seanca e seancave, më e rëndësishme janë 4 vite, në vetëm 25 minuta diskutim, që të mos dëgjojnë asnjë nga qytetarët shqiptar programin e qeverisë, por mbi të gjitha fjalën e deputetëve të opozitës, të cilit ishin përgatitur me fjalën e tyre 10 minutëshe të 50 deputetët për të folur në këtë sallë, kjo është një njollë turpi për këtë kuvend dhe për ju personalisht si kryetari i këtij kuvendi. Ndaj, ai proces verbal nuk reflekton as pak të vërtetën që kanë parë qytetarët shqiptar, deputetët e opozitës, por dhe ju vetë. Kështu që zoti Peleshi, ju lutem, korrigjoni proces verbalin, pikë pari, dhe mos u sillni sikur në këtë sallë ka 2 palë që janë dakord me atë çka ka ndodhur javën e shkuar. Ju faleminderit. Shumë faleminderit. Po sjell edhe një herë në vëmendjen tuaj që ky nuk është diskutim për proces verbalin, sepse proces verbali nuk mund të përmbajë as pamje filmike dhe as një tablo të temperaturës politike në seancë apo jashtë seancës. Proces verbali është një dokument shumë teknik që pasqyron në mënyrë shumë të përpikt, nëse jo më thoni konkretisht çfarë vërejtje keni, që të redaktohet, diskutimet dhe asgjë më shumë se kaq. Nuk mund ta kthejmë diskutimin proces verbalin në një diskutim politik.